Kishe muhabet me të, edhe çfarë pastaj? Unë herë të krevati kësaj. Tani, unë mirin nuk e dua. Unë mirin nuk e dua. Olla, Unë po them atë që kam pas, unë ta më hash dot. Ua motra, o vlla. s'ka lidhje fare kisha muhabet me të, po kjo nuk do thotë asnjë gjë. Po pse gjetë pikërisht të shkosh Sepse he's the daddy and I'm a mama. That's why. Ku bëre mama? Po ja, kam kesin, e kam adoptuar kesin. Jo, po pikërisht tash, siç e bëre ti, që ditë e parë. Edhe unë që ditë e parë, ditën e 10, dëshirova që të kesin që ta bëja fëmijën tim. Do një lojë tjetër? Fëmijën tim. Jo i duash kesin. Se ti nuk e ndron, loj. Jo, atë donte ai. Aleksandra në dhomën e dëshirave. Kush është prindër i kupton. Nuk ka nevojë me vënë epitete, mami, babi, se vetëm kush është prindër e kupton. Mendoj një dëshirë, e ke të shkruajtur në atë. Të lumë, të keqena. Je po kështu bëhet puna dhe ba. Sa gjyna. E po dëshira s'realizohen, është problem. Patjetër. Se unë thjesht ai i vi fuqishëm. Ama e ka menduar. Utorak. A di për çfarë përdoret utoraku? Pra thuje. Zer! Edhe thash, pusho se do futem bëj dush, dua gjë njëri. Utorak, o DSF. E ti pse thën DSF? Se është një nga kanalet që ka falimentuar në Gjermani. Ka marrë punë. Sepse kur e mendon, do me të kur e thue, ke mendu. Se nuk ekziston më DSF-ja. Vetëm e konsideron ta. Ka qenë diçka personale me të. Më duket se është bërë kështu, dazn, më duket. Dazon është bërë. Ha? Dazon është bërë. Dazon pra po. Ja, unë Zeus jam. Para 10 vite këtu të